Rruga Renc-Bardhanjor, një aks i rëndësishëm që lidh njësinë administrative rrethina me atë të Gurit të Zivion, të mbetet problematike në një pjesë të saj. Segmenti mbetur me një gjatësi prej rreth 2.5 kilometrash nga fshati Bardhanjor drejt Rencit është në gjendje të amortizuar, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e banorëve. Kjo rrugë ka një rol të rëndësishëm për komunitetin lokal, pasi shërben si lidhje kryesore mes fshatrave dhe lehtëson aksesin drejt qytetit, shkollave, qendrave shëndetësore dhe shërbimeve të tjera. Megjithatë, dëmtimet e shumta në asfalt, mungesa mirëmbajtjes dhe kushtet e rënduara gjatë periudhave mereshje e bëjnë këtë segment të vështirë për t'u kaluar, sidomos në stinën e dimrit. Rruga Renc-Bardhanjor me një gjatësi prej rreth 2.5 kilometrash, e cila lidh në fakt dy njësi administrative, njësinë rrethina me atë të Gurit të Zi, është në gjendje të amortizuar. Prej vitesh banorët kanë kërkuar që kjo rrugë të rikonstruktohet, pasi është tetë e rëndësishme sipas tyre, duke pas parasysh se shkurton distancën mes dy fshatrave, Renc dhe Bardhanjor. Megjithatë, deri tani ende nuk është marrë asnjë mas për rikonstruksionin e kësaj rruge. Ndryshe nga ky segment, pjesa tjetër e rrugës nga fshati Bardhaj deri në Bardhanjor është rikonstruktuar duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e lëvizjes në atë zonë. Ky investim është pritur pozitivisht nga banorët, por ata theksojnë se përmirësimi duhet të jetë i plot, pasi segmenti i amortizuar vjen të mbetet një problem serioz. Ata kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më shpejt për rikonstruksionin e pjesës së mbetur, në mënyrë që rruga të jetë funksionale dhe e sigurt për të gjithë përdoruesit. Përfundimi i plotë i këtij aksi do të sillte një lehtësim të madh për banorët dhe do të ndikonte drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetesës në këtë zonë.